Pra, oksigjeni përsëri ekziston, po lidhet me karbonin dhe del nga frymat tonë si një lëndë që ne e quajmë mbeturin të proceseve biologjike që zhvillohen në mushkrit tona. Dhe në atë kohë ka zera që ka qenë silici baza e jetës, që kurse sot silici është shumë me mangësi në planetin e tokës, janë zhdukur shumë nga gjurmët e silicit, ekziston me mangësi të mëdha, dhe ne kemi të nevojshëm që në trupin ton të kemi silic në ato përqindjet e caktuara, nga që mjekësia i di shkenca e mjekësisë, dhe ne silicin sot mund ta marrim nga shumë pak lëndë ushqyese, një prej cilave është hithra dhe bishti i kalit. Këto janë dy medikamente të shuara për përmbajtjen e silicit dhe që ne duhet t'i përdorim dhe janë të nevojshme. Pyetja e fundit, çka ka tha pak më herët gjatë bisedës që bënëm në lokal këto ofër studios tonë, thonë që Kristofor Kolombo ka qenë shqiptar, me preorë shqiptare? Kristofor Kolombi është gjenovez, por thash që është nga familja Colonna. Colonna, që është nga familjet kryesore të Vatikanit, janë familje që rrjedhin nga perandorët e Romës së lashtë. Familja Orsini është familja më e fuqishme sot ndoshta edhe në botë, dhe njeriu më i fuqishëm në botë sot mbahet Pepe Orsini, i cili quhet dhe Papa Jeshil. Dhe nga familja Colonna rrjedh Kristofor Kolombi, dhe nga Kristofor Kolombi në Shtetet e Bashkuara, nga familjat Kolombi rrjedh familja Collins, nga familja Collins rrjedh familja Rockefeller, e cila sot është ndoshta familja kryesore, një ndër kryesorët e Illuminatit, bashkë me Rothschild dhe familjet e Vatikanit, nga 5-6 deg të Vatikanit, dhe nga familja Colombo, unë me analizën time që kam bërë, rrjedh gjyshja e Edi Ramës, mamaja e Kristaqit, nga në babajt. Po që të e kuptohone që të bëna pyetje? Po, këta Kolombët e Shkodrës janë të ardhur nga Italia, dhe ju takon atyre ta tregojnë mënyrën se si kanë ardhur në Shkodër, se në Shkodër ka pasur në kalan e Shkodrës derisa ajo ram në 1478, mos gaboj, nga venecianët, cilët e kontrollonin, ranë dorën e Osmanëve, dhe shumë familje italiane mbetën në Shkodër dhe kanë mbijetuar korave. Dhe unë mendoj që një nga arsyet e fuqisë së Ramës është pikërisht lidhja e gjakut me Kolombot, sepse të gjithë Kolombët në botë kanë vetëm një origjinë, nga familja Colonna. Po kjo të historia... Dhe kjo është arsyeja që ata interesohen kudo, ku kanë gjakun e tyre, gjirizin e tyre, atë fisin e tyre, dhe mund të jetë urdhëruar ushtari i Rockefellerëve, që është George Sorosi, që këtu në Shqipëri ta aktivizonte një prej familjes Colombo, dhe ata kanë parë si më të përshtatshmin Edi Rama, tek i cili sintetizohen në mënyrë të përsosur dinakria, tradhtia, zgjuarësia, pabesia, inteligjenca e lartë për t'i kapur problemet dhe për të arritur optimumin, përullësia, për t'ju përullur më të fortit dhe për të putur dorën e më të fortit, me kushja i të mbetet mbi dallgë, tradhtia ndaj shokëve për t'i braktisur të gjithë, tallja, ironia, sarkazma, që ai ka në vetvete kundër atyre që i shikon si viktima në gjatë aktivitetit të përditshëm, duke i tallur në një mënyrë shumë serioze. Edhe për fund, kjo historia nëse s'gaboj, ti ke dëgju për historinë e George Washingtonit, presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që flitet edhe përflitet gjithandej që e ka pas nonën shqiptare, me preorën nga Peja, Maria Bale. Ka një histori, nuk e di sa është e vërtet, flitet që shumë njerëz në histori kanë dhe një gjak shqiptari, dhe
kjo nuk ka ndonjë çudi sepse ne këtu kemi vepruar në këtë lloj areali. Flitet edhe për maman e Elisabetës së parë, për shembull, që është një nga personazhet më të rëndësishme botërore, mbretëresha e Anglisë, e cila ka mbretëruar për një periudhë të gjatë në Britani dhe e bëri Britaninë liderën ose fuqinë më të madhe detare botërore dhe fuqinë politike dhe ushtarake dhe kulturore më të madhe në civilizimin perëndimor gjatë viteve 1555, 1605 në mos gaboj, dhe edhe ajo mund të ketë patur gjak shqiptari, sepse nena e saj kanë qenë disa tregtar me origjinë shqiptare që kanë qenë në Londër dhe që babai i Elisabetës, Henri VIII në mos gaboj, ranë dashuri me të pasi kishte vrarë gruan e parë për shkak se nuk i bënte djalë dhe nuk lindte dot më, dhe martua me maman e Elisabetës, dhe një nga arsyet e ndarjes kishës anglikane protestante, në krye të cilët ishte kreu i shtetit, pra kishte të dyja edhe kreu i shtetit dhe kreu i kishës, ashtu si dhe sultani në Perandorinë Osmane, që ishte edhe kreu i fesë dhe kreu i shtetit. Ai u nda nga kisha katolike për shkak se kisha katolike nuk lejonte ndarjen dhe martesën e mbretit me një grua tjetër, dhe trashëgimia mund t'i kalonte një pasardhësi të familjes, djalit vllajt ose çupës së vllajt ose çupës së tij. Dhe në fakt para Elisabetës, mbretërinë e mori një çupë e tij protestante që ishte Ana, pastaj Ana e burgosi Elisabetën gjysmëmotrën e saj, dhe pastaj erdhi për shkak të disa rrethanave që u krijuan në Britani nga luftrat fetare, erdhi Elisabeta në pushtet, e cila mundi armadën që ishte ushtria më e madhe detare në botë e spanjollëve, dhe që në atë kohë Britania nëpërmjet, qofse këto janë të vërteta, u bë domethënë qofse është me gjak shqiptari, domethënë një mbretëresh me gjak shqiptari arriti ta nxjerrë Britaninë nga një shtet feudal i prapambetur në një shtet shumë modern. Faleminderit shumë Cako që pranove intervistën. Faleminderit juve, ishte kënaqësi, Sodri. Faleminderit. Shikuesve, natën e mirë, themi kaq ishte për sonte, shihemi javë tjera.